Eksponent të koalicionit vlen më së voni nesër pritet të ulen me kryeministrin Mickovski si mandatar për të diskutuar rikonstruimin e qeverisë dhe për të propozuar emrat të cilat do të zënë karriget e boshadisura në ekzekutiv pas zgjedhjeve lokale. Ndër emrat kryesor pritet të jetë propozimi i deputetit Bekim Sali në pozitën e zëvendës kryeministrit të parë. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri Arben Fetai, i cili mes tjerash tha se Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të vazhdojë të udhëhiqet nga kuadri Lëvizjes Demokratike, parti pjesë e koalicionit vlen. Në këtë drejtim kemi një dakordim në kuadër të koalicionit vlen që pas largimit të Izet Megjitit, i cili tashmë është kryetari i Çajirit, duhet të vijë zëvendësues për pozitën e zëvendës kryeministrit parë dhe propozimi i koalicionit vlen është ky zotëri të jetë Bekim Sali. Tani Izet Megjiti dhe Lëvizja Demokratike do propozojnë sigurisht edhe një emër për ministër të mjedisit dhe besoj brenda kësaj jave, nesër mos largu do ulemi me kryeministrin si mandatar dhe do i shtrojmë këtë çështje, gjejmë një zgjidhje në bazë të asaj që është dakorduar si hise e partnerëve të koalicionit. Veç pozitave për të cilat Fetai foli, në mbledhjen e partnerëve të koalicionit, pritet të diskutohet edhe emërtimi i zëvendës ministrit të mbrojtjes, pozite lëmbosh që nga largimi Arben Taravarit nga qeveria dhe koalicioni vlen. Pozita në fjalë pritet gjithashtu t'i takoj koalicioni shqiptar, që është pjesë e qeverisë, ndërka që emërtimi eventuali Bekim Sali si zëvendës kryeministër i parë do të sjellë ndryshime në kuvent. Pas largimit nga posti i deputetit, Salin pritet ta zëvendësoj Zekiria Tahiri, që në listën e deputetëve të koalicionit vlen në zonën zgjedhore numër 1 mban numrin 4 pas Feride Haxhiut, e cila radhitej e treta.